Një aksident I rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e Vlorës, ku 3 mjete, një lloj Benz, një Seat, por edhe një BMW janë përfshirë në të. Si rjedhoi, mjetet pas aksidentit e kanë shpërthyer në flak. Kanë mbetur të plagosur rënd 5 persona, 4 shtetase egjiptianë, gjithashtu burimet e policisë së Vlorës konfirmojnë se edhe një shtetas ka humbur jetën. Një aksident I rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 07 në aksin Vlorë Orikum, pranë fshatit Radin. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, një Benz, një BMW dhe një Seat. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi I mjetit BMW Cabello, I cili po udhëtonte në drejtimin Orikum Vlorë. 35 vjeçari Cabello ishte I bllokuar në automjetin tip BMW dhe fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje. Për shkak të dëmtimeve të rënda dhe deformimit të mjetit nga përplasja, zjarfikësve ju desh rreth 30 minuta për të nxjerrë trupin e viktimës jashtë automjetit. Nga aksidenti kanë mbetur të dëmtuar lehtë 5 pasagjerë me shtetësi egjiptiane, të cilët ndodheshin në mjetin Benz. Ata janë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Pak minuta pas përplasjes, automjetet janë përfshirë nga flakët. Shoferi I Seat nuk ka pësuar dëmtime. Dyshohet se shkak është bërë një prakalim I gabuar I mjetit tip Benz dhe shpejtësia, ndërsa nga testi I alkoolit të dy drejtuesit kanë rezultuar 0.00 mg. Shërbimet policore ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit.